Në Shkodër u zhvillua promovimi i librit Unë jam Aroni nuk jam budalla, një vepër me karakter informues dhe sensibilizues mbi autizmin. Autorja, Megi Vjerta Shlaku, e sjell këtë botim si një udhërrëfyes për prindërit që përballen me sfidat e rritjes së fëmijëve në spektrin e autizmit. Përmes një qasje të ndjeshme dhe praktike, libri synon të ndihmojë në kuptimin më të thellë të nevojave të këtyre fëmijëve dhe në ndërtimin e një komunikimi më të mirë me ta. Libri erdhi si një mundësi për me bë bashk shkencoren me njerëzoren, për me ofru prindëve një shoqënim jo vetëm psikologjik, por edhe emocional, për me bë bashk atë që është nevoja e fëmijëve për me kuptuar në një realitet që shpesh nuk i kupton. Erdhi si një nevojë për me nxjerr pa bukurinë e diversitetit mendjeve. Mesazhi që dëshiroj të marrin është që personat me çrregullim spektrit autik kanë nevojë më kuptu, kanë nevojë më pranu dhe na duhet me kanë më të hapur për mi bë vend edhe mendjeve neurodiverse. Sfida më e rëndësishme është komunikimi, mënyra se si njerëzit komunikojnë me ta, mënyra se si në një farë mënyrë i japin hapësirë edhe nevojave emocionale që kanë familjet. Pastaj sigurisht janë bërë shumë hapa përpara, ka akoma shumë hapa tjerë për mu bë, por e rëndësishme është që ne të fillojmë me hapin e parë që është ai i ndërgjegjësimit, është ai i krijimit të mundësisë që secili person me mu njoft për komunitetit për atë që është dhe jo vetëm për vështirësitë dhe sfidat që ka. Gjatë promonimit, u theksua rëndësia e ndërgjegjësimit shoqëror për autizmin dhe nevoja për më shumë mbështetje ndaj familjeve që kanë një fëmijë autik. Ky botim vjen si një kontribut i rëndësishëm në edukimin dhe sensibilizimin e shoqërisë shqiptare, duke përcjellë mesazhin se çdo fëmijë duhet të pranohet dhe të kuptohet ashtu siç është.